pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin pikërisht këtu në kanalin Monitor TV për të ndarë me ju ngjarjet edhe dinamikat më të fundit. Dita e sotme ka qenë një ditë lotësh në Big Brother VIP Kosova. Vllau i madh mori vendimin që t'ju lëshoj banorëve brenda këngën e re të Gjestit. Ishte pikërisht ai Londrimi i cili e njohu zërin e Gjestit edhe e kuptoi rikthimin e Gjestit në skenë. Londrimi tha që Gjesti që nga rikthyer, filloi që të përlotet edhe u emocionua pafund sepse kënga i dedikohej vllaut të tij. Në atë moment në krahët e Londrimit erdhi Eliona duke thënë që vetëm unë ta kuptoj hallin dhe vetëm unë ta di shpirtin, sepse Eliona ka një histori të ngjashme, ka humbur nënën edhe motrën. E përshkruajta që Gjesti hyn në shtëpinë e Big Brotherit, sepse Gjesti hyri në shtëpinë e Big Brotherit, aty ku në fakt mori nismën, por nuk u vlerësua. Sot vllau i madh përzjodhi që ta lëshon këngën, nuk e di pse e bëri për klikime, sepse banorët në fakt nuk është se i lidh diçka me Gjestin në këtë Big Brother. Për shembull në Big Brother VIP Albania u lëshua si këngë sepse është DJ Gimbo brenda dhe normalisht DJ Gimbo ka një afrimitet vllazëror, ka një dashuri shumë të madhe dhe normalisht që Gjesti do të lishohej aty brenda dhe do t'i jepej në fakt një informacion nga jashtë Gimbos që kënga është transmetuar, por u transmetua edhe në Big Brother VIP Kosova. Gjithsesi unë dua të tregoj anën të njerëzishme që ka Londrimi, është një djalë i jashtëzakonshëm dhe uroj me zemër që ta fiton këtë Big Brother, edhe Eliona që me lot e manifestuan këtë këngë të Gjestit e cila është në dedikim të vllaut të tij.